Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haxhi Mustafa, si ke muhabeti, wa alaikum selam. Do thot kur njeriu fillon edhe dashurohet në natyrë, botë edhe ekologjist. Ka të shkon shef bërloqe si që njerëzit. Po, ja, në shpehije mirë. E tash, shka do me thonë kjo puna? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imatatul edhe anit tariqi sadaka. Largimi, shive që shpej e ka përdor. Largimi i gjërët së damshme, edhe ajo që të dëmton, të pengon, nga rruga e sadaka. Tash natyrës, bërloqet që gjuhen, në për natyrë i pengojnë natyrës. Për shembull, ja kjo plastika, ja edhe kjo tjetër këtu plastika, ose për shembull këtu pako e cigares, kapaki, të tjera këtu, pallomat e lakta. Në vende ku njerëzit kanë nejt, kanë pushu, i kanë gjujt në betrunet e veta. E kjo gjithsesi është e damshme për natyrën. Realisht, na e dëmtojmë vetë vetën, se kur dëmtohet natyra, dëmtohet edhe jeta jonë, po ja prishim edhe vendet e pushimit neve vetë vetës kur të vim radhën tjetër. Subhanallah, shef në lakpamësinë e mësimeve të islamit, para 14 shekujve, ku s'ka pas civilizim edhe qytetërim të kësaj kategorie që kemi tash të zhvillume, ku s'ka pas kështu shtigje të asfaltuara, po ka qenë gjithë bëdhej edhe bartë. Me gjitha te, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, largimi i çdo gjëje që pengon rrugë është sadaka. Do thot, të shpërblehet për Allahut. Sikur se ke dhonë diçka nga pasuria jote, tani ke dhonë nga kujdesi jot. Je mundu që me tregu kujdesin tanë ndaj natyrës, ndaj bërloqeve që janë hudhë, megjithse qyteti, komuna kanë vendu këto vendet ku duhet hudhen bërloqet, por realisht njerëzit ja ku kanë det. Këtu i kanë gjujt bërloqet, ose i kanë mbledh shumicën nuk kanë ngel një pakis, ja ku është kanë të bërloqet aty 3 metra edhe ngelen. Andet t'i pëzvatojmë këto porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jetojmë jetë të shëndetshme, shpirtërisht, moralisht, fizikisht, ambientalisht e kështu me radhë.